janë mjekët, specialistët e fushës dhe siç u tham që në hyrje të emisionit sot do ndaleshim tek cervikalja. Një problem i zakonshëm që thuaj se çdo person e përjeton, ndoshta një person që përdor telefonin shumë, një person i cili punon në zyrë, një person i cili punën e tij ndoshta për ta ekzekutuar duhet të qëndrojë ashtu i krusur dhe praktikisht ndikimi shkon drejt për së drejti në cervikale. Shumë njerëz kërkojnë ndoshta zgjidhje të shpejta në shtëpi, disa të tjerë janë të detyruar të ndjekin terapi në varësi të shkallës së vështirësisë dhe komplikacionit që ky problem shëndetësor ka. Për këtë arsye ne kemi ftuar një fizioterapist do të na jap disa këshilla dhe do ekzekutojmë disa ushtrime se si të përmirësojmë cervikalen që ta heqim qafën dhe mos kemi probleme nga kjo e fundit. Me ne në studio Rovina Krashi, fizioterapiste, dashur mirë se vjen. Kënaqësi që jemi së bashku, Rovina. Kënaqësi është dhe për mua. Urime për emision. Faleminderit shumë dhe urojmë shumë të marrim disa këshilla të vyra se të paktën të dy ne nëse na viziton kemi një problem real me cervikalen, pak nga telefoni, pak nga pozicioni i gjumit. Do na vinë në ndihmë, ta themi, edhe kolegu ymë Borioni. Eja Borion, përshëndetje. Kemi zgjedhur kolegun që bën gjithçka në program, edhe nga ana tjetër ka një problem me cervikale. E nisim ndoshta pak me një informacion të përgjithshëm se çfarë na shkakton ne tham pak, por ndoshta një sjellje që e bëjmë gabim, nuk e shquajmë dot, por që ndikon drejt për drejtin cervikalit dhe pastaj dalim te kushtrime që mund na ofrojnë një zgjidhje, por në kushte shtëpi. Problemet cervikale në fakt janë problemet më të zakonshme që ne hasim edhe në profesionin ton, por edhe në përditshmëri. Qoftë kjo nga qëndrimi i ulur gjatë gjithë kohës, qëndrimi në telefon, mos aktiviteti dhe gjitha këto. Thjesht në përgjithësi, vetëm duke marrë shkak që qafa jon peshon 4 deri në 6 kg dhe vetëm qëndrimi pa bërë asnjë lloj gjëje në telefon, shkon në ngarkesë në qafë nga 25 deri në 27 kg. Pra, edhe po mos të bësh asgjë në përditshmëri, thjesht qëndrimi ulur në kompjuter, në telefon, në makinë, jep një rëndes tek qafa. Pos fakti që sa po lëndojmë ne në këto momente? Në momentin që ne qëndrojmë drejt, qafa janë peshon 4 në 6, por në momentin që pozicioni i qafës shkon përpara, kalon nga 25 deri në 27 kg rëndes tek pjesa cervikale. Që do me thënë kjo gjatë gjithë ditës është një rëndes goxha e mjaftueshme për të na dhënë probleme specifike. Po të futemi në telefon, ka një mënyrë se mund të masim kohën që qëndrojmë teksa lundrojmë rrjetet sociale, 4 deri në 5 orë, për fat keq është kthyer në një mesatare në ditë. Çfarë i bën kjo afatgjat qafës tonë, shëndetit tonë? Pjesa duke qenë se ne nuk kemi një jetë mjaft monotone dhe telefoni sot është bërë një mjet mjaft i përdorshëm dhe zgjidhim çdo gjë me atë. Kjo na bën që ne të afeksionohemi ose të detyrohemi ta përdorim gjatë gjithë kohës në përditshmërinë tonë. Por në fakt, kjo është vetëm një fiksim që ne kemi ndaj këtyre mjeteve, sepse ne mund të zgjidhim shumë gjëra pa i përdorur telefonin. Dhe me thënë në përditshmëri nuk është e nevojshme ta mbajmë 4 deri në 5 orë ose 8 deri në 9 orë. Por nëse e bëjmë këtë gjë, çfarë ndodh me ne? Kjo shkakton pastaj pjesën e problemeve të qafës. Ne hasemi shpesh me spondilartrozën, me herniën cervikale, me të gjitha këto probleme që vinë si pasojë e gjithë aktivitetit që ne bëjmë, por vjen dhe nga trauma, në bazë nga një aksident automobilistik, në bazë nga peshat e rënda me cilat ne mund të ngarkojmë veten gjatë gjithë ditës, ndonjë dëmtim që marrim nga palestra dhe të gjitha këto, që të çojnë tek këto probleme specifike. Po ka një mënyrë që, meqense përditshmëria na detyron të rrim në telefon. Ndoshta shumë punë i bëjmë përmes telefonit, por të rrim në telefon për pa dëmtuar cervikalen, ndoshta pozicioni që ne marrim në divanin, shtratin që jemi ulur. Nëse ne në momentin që jemi ulur, bëjmë mirë që të mbështetemi komplet tek pjesa e divanit ose e koltukut ku ne qëndrojmë, dhe telefoni mos të jetë shumë poshtë, por një grad pak më të lartë. Po, në mënyrë që ne mos të japim shumë rëndes qafës. Ose në momentin që e përdorim telefonin shtrirë, është mirë që të jemi të shtrirë me shpinë, totalisht bashkë me qafën që peshën e qafës e mban në këtë rast krevati ose divani ku ne jemi ulur. Pra kemi një mbështetje. Unë kam një pyetje në fakt, sepse ajo që më duket më shqetësuese është kur telefoni përdoret në ecje. Sepse nuk e di nëse e keni parë, po mbret gjithë njerëzit janë kryesisht gjithë në zombi. Po, sepse kur je ulur ose shtrirë automatikisht trupi sigur e rregullon pak fare qëndrimin duke qenë pak rehat duke gjetur vetë pozicionin. Po, kur jemi duke ecur, mua ajo më shqetëson shumë pak në personalisht, sepse jam të ditën në për rrugët
Kjo ndodh dhe në subconsciencë. Nuk e shohim asnjëherë posetat. Po, kjo ndodh dhe në subconsciencë, por tani mënyra ideale është që ne të ndalojmë në rrugë, të shkruajmë mesazhin dhe vazhdojmë të ecim. Por kjo s'ndodh. E kupton, kjo nuk ndodh, domethënë realisht po të shohim në përditshmëri nuk ndodh, por kjo është idealja për ne, domethënë. A mundemi ne ta shquajmë problematikën që kemi me cervikalën vetëm duke e parë qafën? Mund të diagnostikohemi. Okej, në momentin që ne arrim të shikojmë një gjë evidente tek pjesa e posturës tonë, që është forward neck ose neck humpi, që kur qafa ka shkuar përpara, ose në momentin që na krijohet një si tip gunge tek pjesa mbrapa e qafës, që është neck hump. Momentin që ne vëmë këto dy faktor, ne mund të arrijmë që të kuptojmë që ka diçka që nuk shkon. Por faktorët e tjerë që mund të ndikojnë për ta vënë re këtë gjë është fakti që ne mund të kemi dhimbje, mund të kemi mpirje, ngurtësim, mpirje të duarve? Po, mpirje të duarve që vjen si pasojë e zhvendosjes së pjesës vertebrale, zakonisht ndodh tek 3 gishtat e mëdhenj të dorës ose te 2 gishtat e tjerë të dorës, që janë të dy nervat që të lidhen me pjesën e qafës. Domethënë të gjitha këto janë faktorë që mund ta bëjnë evidente. Përpos kësaj mund të jenë marrjet e mendve, humbja e ekuilibrit, ose mund të kemi dhe ndjesi të vjellash. Të gjitha këto na tregojnë që ne kemi një problem. I keti joni këto? Po të them të drejtën, i keni gjetur, por ajo që unë gjithmonë dhe dhimbje koke madje. Eksakt, e kjo doja të dilja. Gjithmonë kur ndjej qafën e bllokuar, më kalon dhimbja deri te pjesa e mbrapme e kokës. Ka lidhje apo unë e vë? Po, ka lidhje, ajo është vertebra e parë ose atlasi që quhet ndryshe, ajo është vertebra që merr zakonisht pjesën më të madhe të ngarkesës dhe është më delikatja. Aty komplet pjesa e vertebrës parë cënjishit, domethënë, është e lidhur me pjesën oksipitale ku ndodhen e pjesat e nervave të kokës, që merr më shumë ngarkesë që shkakton dhe dhimbjen e kokës. Rovina, kjo tregon që Borioni ka nevojë për një ekzaminim. A mund të ekzekutojmë diçka live? Unë dhe Alma zhvendosemi këndej për kuptuar në qoftë se cervikalja e Jonit është mirë, apo ka nevojë që të ushtrohet dhe disa lëvizje dhe praktikisht shpiqet përmirësot. Praktikisht edhe duke e parë vetëm në këtë pozicion, ai duket shumë i tensionuar dhe i tendosur tek pjesa e posturës dhe pjesa e qafës, por mund ta shikojmë praktikisht. Do shkosh atje apo do ta sendemi Jonin këtu? Okej, nuk është të vi unë. Okej, po. Po vi unë atë. Sepse këto ekzaminimet live, po, patjetër, lirisht, si në shtëpinë tënde. Ja të shohim se si është gjendja e kolegut. Okej, rilirshëm. Në momentin që unë do të bëj pak stretching, do më tregosh në qoftë se ndjen tension tek pjesa e qafës? Po, në krahun e majt pak fare, pra ndihet një shqip, po. Ndërsa nga ana tjetër besoj do e kesh pak më shumë. Po, është pak fare më shumë. Dëshiron të E përkulim pak qafën përpara, gradualisht. Ndjen tension tek pjesa e qafës? Jo, momentalisht jo. Jam rehat. Në rregull. Ma djetë e pak më më zëri gjumë. Bëj pak më përpara me trup, Joni. E qonë. Zhvendosu pak më përpara, që të kesh mundësi. Dhe tani e zhvendos pak mbrapa qafën, e përkun nga mbrapa. Të jep tension në momentin që shkon këtu? Jo, jo shumë. Ndjej pak një shtrëngim, por nuk është se është i bezdisshëm. Atëherë, përgjithsisht problemi tek pjesa cervikale tek qafa jote ndodhet tek pjesa anësore, sternokleidomastoidi si muskuj. Domethënë janë muskuj që janë në tension gjatë gjithë kohës, pasi arrin që të kryejnë gjatë gjithë kohës lëvizjet rrotulluese të qafës dhe që ne i përdorim më shumë në përditshmërinë tonë si muskuj që marrin më shumë ngarkesë. Përgjithsisht, muskujt lirohen duke bërë terapi manuale, patjetër, sepse me anë të terapisë manuale mund të arrijmë të lirojmë. Dhe të kesh fleksibilitet për ta lëvizur pa pasur dhimbje dhe pa pasur rëndes tek pjesa e qafës. Qartë, a ka një mënyrë në shtëpi që Borioni mund të kujdeset që të liroj tensionin e muskujve? Patjetër, por në rastin konkret të Borionit janë disa ushtrime specifike, stretching dhe forcuese që t'i mbajnë në kontroll gjatë gjithë kohës. Një nga ushtrimet e para është ushtrimi kur ne shkojmë me qafën këtu përpara dhe pastaj shkon prapë me qafën mbrapa, por ngadalë, shumë ngadalë. Ngadalë, okej. Duke shkuar sa më shumë në tension, që të ndjesh qafën mbrapa. Dhe dopje kështu, qa quhet? Double C. Ta pshe mjekra, je shumë mirë. Ky është një nga ushtrimet. Pastaj ushtrimi radhës është stretching. Sëmur djallë. Stretching, dhe si ekzekutojmë stretching të qafës? Stretching në rastin konkret në kushte shtëpie, çojmë dorën njërën nga duart tona, në pjesën e mbrapme. Me anë të dorës tjetër të heqim qafën nga ana e kundërt. E liron, ato e mban 10 sekonda për se cilën anë. Pra 10 sekonda për një anë, 10 për anën tjetër, po. Okej, qartë. Romina, unë kam një pyetje. Gjithmonë zje me miqtë e mi. Doftojmë, të ujë.
gjithmonë zje me miqtë e mi që kërcasin qafën. I the mos e bëni se mua më duket shumë e rrezikshme. Janë disa persona që krak, kruk, zëre se e thyen. Në çdo moment të ditës. A është e rrezikshme? A duhet ta bëj një person vetë një lëvizje të tillë? Tani, në perceptimin tim personal dhe profesional, në mënyrën se si e shoh unë, do të thoja që kërcitja e qafës nuk është një gjë e mirë, për arsye se ne arrim të dëmtojmë indet e buta të qafës. Do të thënë, kjo është një lloj veprimi që herën e parë, herën e dytë nuk na jep asnjë lloj shqetësimi, por duke u bërë gradualisht ndër vite, ndërkohë, ndër muaj. Konstante. Po, në mënyrë konstante, atëherë ajo mund të shkaktojë probleme të ndryshme. Dhe dëmtimi i pjesës së indeve të buta të qafës është një problem shumë i madh, sepse si edhe gjërat e tjera të nervave, dhe prekje të nervave dhe gjitha këto. Ta lirojmë ta përkeqësojmë. Po, një pyetje e fundit, mund ta shërojmë plotësisht cervikalen? Shiko, Përmirësojmë gjendjen, të shkojmë në gjendje optimale? Po, për të përmirësuar patjetër dhe për ta mbajtur nën kontroll që mos të avancojë tepër, po. Kjo është ideja. Vetëm kaq, nuk është se ka një shërim të plot? Çdo gjë që dëmtohet është e pamundur të shërohet 100%, sa mos vetëm me fizioterapi, por ne arrim të përmirësojmë deri në 80% të çdo lloj dëmtimi që mund të kemi. Dhe me anë të kësaj ju e mirëmbani pastaj vetë në shtëpi sipas udhëzimeve që ju jep terapisti dhe të gjithë mjekët e gjithë. Tovina, ke bërë një nga bisedat këtu në studio, ndoshta më të vlefshme për shikuesit tanë, sepse një pjesë e mirë e kësaj popullsie vuan pikërisht nga cervikalja, për të gjitha arsyet që ti listove që në hyrje të bisedës. Faleminderit që Unë nuk e di nëse do e besoni, por me kaq lëvizje doni që kam një lirim shumë të vogël të qafa, kështu që po ta bësh për ditë mendoj, po ta ushtrosh. Nëse ka një njeri që do jetë më i shëndetshëm në fund të këtij sezoni televiziv, padyshim do të bërjoni se pas shushunjave cervikales nuk e di se çfarë do trajtojmë tjetër, po e sigurt që do vish në shëndet më të mirë deri në korrik. Ato rrugës. Nëse ti e do gjithmonë. Gjithmonë mirëpritur, faleminderit. Faleminderit dashur. Publiku të themi qëndrojmë ne, do shkojmë tek temat e radhës. Kemi shumë për diskutuar, një shkputje shkurtër dhe rikthehemi në studio.